Dhe nëse i referohemi asaj se çfarë është thënë dhe çfarë është raportuar, nuk ka elemente konkrete që Ardhnori sot është në paraburgim në Serbi. Ardhnori, fillimisht, pra ato indicjet për arrestim, kanë qenë se ka qenë pjesë e grupit njësi speciale që është marrë me rastin Banjska, pra sulmi terrorist i disa pjesëtarëve të grupit të Radojqiqit, që ka ndodhur, policia jonë i ka neutralizu. Tash, kinë se ky ka marrë pjesë në atë grupë. Këtu është edhe një situatë e absurdit juridik. Vetë Serbia është deklaru që ka fillu me procedurë Radojqiqin për sulmin Banjsk. Në Serbi, e njëjtën kohë, policin e cila e ka neutralizu atë sulm. Që e ka mbrojt edhe qytetarin shqiptar, edhe integritetin territorial Kosovës, po i ka mbrojt edhe sërb për atyme terroristëve sërb, qytetarët e Kosovës sërb. Tash, thot që ky ka marrë pjesë në atë neutralizim të terroristëve. Ardhnori një vjet më herët e ka lshu policin. Pra, absolutisht nuk ka pas lidhje me polici në kohën kur ka ndodhë kjo sulmi terroristi i Banjskës. Tash si duket, informacionet e fundit që i kam, Serbia nuk po mundet me i ikë faktit, se na e kemi informu, kom bisedu kështu në baza ditore dhe me ambasada ndryshme. Ata tash nuk po mundet me ikë këti faktit notor se ky s'ka qenë pjesë e policisë në atë kohë. Tash, kinë se po i hetojnë disa raste sa ka qenë ajnë polici. Që prapë kanë bëjnë fare me ta në anën tjetër. Nëse gjdo polic i Republikës Kosovës dyshot për veprimtarin si polic në bajtën rendin e qetësisë publike në Kosovë, atër kjo është problem shumë serios dhe na do të me adresu edhe me Serbi dhe me faktorin ndërkombëtar. Se kështu po bjen që gjdo polic kosovar që vepron në Kosovë që në ka i dyshun për Serbim. Po si të diskutohet një gjë e tillë, si të bëhet një marrëveshje me Serbin që kohëve të fundit raportet nuk mund të themi që kanë qenë dikur më të mira, por sidomos kohëve të fundit janë goxha të acaruara. Raportet ne nuk i kem pas kur si duhet, po tash kanë degradu maksimalisht. Kjo nuk ka ndonjë qelës magjik, na nuk mundëm sot me bo një marrëveshje dhe u zgjedhën gjitha problemet, se ti me Serbinë e din nuk mundesh me operu ashtu, po duhet me qenë sa ma të zëshëm, duhet në baza ditore me qenë prezent, në Serbi duhet baza ditore dhe atje në media me dal, me bo presion, me taku diplomat edhe të ndryshëm që janë në Beograd, do të thot pranin diplomatike duhet sa ma shumë me rrit në Serbi, edhe ndikimin diplomatik, edhe presionin diplomatik, për shkak se në këtë formë ne po veprojmë ashtu siç po ka qef Serbia. Serbia ka pranu që ambasada e Kosovës në Beograd me qenë vetëm në presionin faktorit ndërkombëtar. Serbia ka një zyre këto, na që kemë ambasadorit ishin, dhe ata ka një përfaqësu sërb këto, që 3-4 vite se kanë hapë fare. Interesi të me është që zyre e Kosovës në Beograd me pas sa ma pak ndikim, edhe madje edhe shumë qytetarë Serbisë ashtë nuk e din që ekziston kjo punë. Për atë punën i kom thonë vazhdimisht me qenë sa ma prezent, sa ma shumë mu dokë në për Serbi, edhe mu marë me qashtje konkrete, po jo vetëm edhe në Serbi, edhe në kretë Evropën. Shumë pak Ministria e Punëve të Jashtme... Po isha të dalë, sepse viteve të fundit nuk është që kemi pas mirë punë me diplomaci as në vendet të tjera, besa as në vendet mike. Tash unë e po e tregojnë, nuk po duk me ndërhy tash në procesin e vetë këtu me zgjedhje që i kem qoftë komunale, qoftë qendrore. Qoftë po supozoj që keme shku prapë edhe në këto qendrore, po se me njëherë del edhe mundet më kuptu si janim politik, nuk po du me tinglu në atë formë, po Ministria e Punëve të Jashtme ekziston për qytetarën e Kosovës, jo për diplomatat je me marrë roga, po qytetari i Kosovës duhet me u servisu. Unë e kuptoj që jemi shtet që nuk kem kapacitetin mjaftueshme edhe financiare, por shumë ma tepër mundet me u bo për qytetarën e Kosovës prej ambasadave dhe përfaqësive diplomatike të Kosovës. Një qytetari i Kosovës, kur e ka problem, adresën e vetme e ka ambasadën e Kosovës. Edhe do të me ditë që ky shtet nuk ekziston veç për diplomat, po ekziston edhe për individualisht se cili qytetar që ka problem edhe duhet mu marrë me ta.
Duhet me këshyrë me asë gjithë problemin. Edhe për arbënorin, gjithë ne ke mujtë ma tepër me bo. Gjithë ne ke mujtë ma tepër me shkrujt maila, me shku në për ambasada, mu marrë me ta. Qka po ndodhë? Ky ka qenë edhe arbënori dhe baba i vetë është polic, kanë shërby me nderë Kosovës, kanë qenë qytetarë që i kanë pagu taksa Kosovës, edhe rasti ti po sensibilizot vesh kur familja e merë iniciativën me bë protest, që 2-3 muaj se ka përmend askush. Me këto probleme, duhet mu marrë dikush në baza ditore. Nuk duhet mu qkosh për këti problemi deri sa zgjidhat. E tu e pas parasysh që përveç ardhënorit janë edhe disa personat të tjerë që janë para burgim, qoftë para ardhënorit që janë ndalur, apo dhe pas ardhënorit. Dhe pikrish për këtë, qëfar duhet, si duhet të regulohet kjo çështje, çfarë duhet të bëj shteti jonë që të merret me këta persona të cilët po kalojnë nëpër Serbi dhe po mbesin atje në para burgim. Sa ma shumë me ngrit zërin, sa ma shumë me bo presion bashkësinë ndërkombëtare, sa ma shumë me pas takime edhe me sërbët. Edhe atje me bo presion, zyria jonë e ka munges një diplomat, edhe pëse është para pa munges një diplomat që disa muj, nuk e qenë zavendësimin se s'merët kush me atë punë. Unë po thëmë, është mare ambasadori i Kosovës me shku me një ketë me 600.000 kilometra, të kalu me që klima nuk i punon verës. Kjo është mara, ajo të regon që shteti asë që mërzitat asë për diplomatin, asë për qytetarën e Kosovës. E cekëm edhe ma Madje edhe ndimen kur ja o afron, si unë e ndim pa pages, ata thjesht nuk merën, nuk është kjo një qashtje që shumë i preokupon këta. A une, po se neve në rëqetë të tupe, kur e din që ardhënori është në paraburgim në Serbi. Ne funksionojmë që ashtu në të punë, në drejtim, nuk është kjo që po ndodhë vesh në Ministrinë e Punës të Jashtme. Ne kemë probleme gjashme në gjitha ministri tjera, në gjithë infrastrukturën shtetërore, si duket është kjo pjesë e kulturës tonë në raport me shtetin.